Në vijim të planit të masave për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative, shërbimet e specializuara nga DVP Shkodër në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër, të mbështetura nga forcat operacionale dhe Shqiponja, kanë ushtruar kontrolle intensive në ambiente të mbyllura me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të narkotikëve me anë të dhampave, tharjeve dhe përpunimit të tyre për shitje. Në këtë kuadër organizua dhe finalizua operacioni policor i koduar Neonët 3. Në kuadër të operacionit u arrestuan në flagrant shtetasi PN 27 vjeç banues në fshatin Torovic, SG 24 vjeç banues në fshatin Mjed dhe AB 58 vjeç banues në Shkodër. Si do u shpall në kërkim shtetasi KP 33 vjeç banues në Shkodër. Në vijim të operacionit u ndalua dhe shtetasi GA 63 vjeç dhe BC 33 vjeç, të dy banues në Shkodër dhe nisi procedimi penal për shtetasit GZ 36 vjeç, IR 34 vjeç, DT 54 vjeç, DP 32 vjeç dhe DS 39 vjeç, të gjithë banues në Shkodër dhe të gjithë punonjës të OSHE, për veprën penale shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim. Nga kontrollet në një ambient magazin në lagjen Mark Lula, të përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 119 bimë të dyshuara kanabis, 2 kg e 170 gram të kësaj lënde të tharë, 284 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike dhe 7 aparat celular. Gjithashtu nga kontrolli ushtruar në banesën e shtetasit KP, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri, pistolet, municione luftarake, disa dokumenta italiane edhe një palë targa angleze të cilat dyshohet si të falsifikuara, 3 bluzyk, një unaz dhe një ordore Rolex, një DVR, një fenelin si ato të policisë, një këllefarme dhe rip për mbajtjen e armës, si dhe një shumë monetare në pound anglez. Vijon puna intensive për kapjen e shtetasit KP dhe dokumentacionin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.